Përshëndetje, mirë se erdhët në Krip dhe Piper. Sot për ju kam një recetë fantastike. Nëse dini të gatuani petulla, nuk I dini ashtu siç duhet, sepse sot për ju kam një recetë fantastike. Sot kemi petulla me moll, një recetë pak ndryshe, me shumë pak ingrediente, por ama shumë e shijshme. Tani merrni direkt ingredientet që na duhen për recetën e sotme. Petulla me moll. Për 4 persona ju duhet 3 moll, 1 limon, 100 gram sheqer, 200 gram lule shtryta. Për petullat ju duhet 150 gram miell, pak krip, 200 ml qumësht, 20 gram sheqer, 1 vanilje, 2 vezë, 1 gotë birr. I morë gjithë ingredientet që na duhet për recetën e sotme. Unë tani sot kam një ingredient shumë të ëmbël, se kemi shumë sheqer këtu, shumë gjëra me fruta, me recetë e ëmbël. Sot me mua do gatuajnë aktoria Elona Hyseni. Buongiorno! Buongiorno, caro! Sa e bukur shqipja jonë. Diti gatuash petulla? Diti gatuaj petulla dhe një farë kohë edhe më kanë quajtur si një petull. Ka pëlqyer shumë si petulla. Ki bën ndonjëherë shubrumin e petullave me birr? Jo. Sot do e bësh çik ndryshe pra. Do me thënë do I Sidomos me moll. Petulla tap. Petulla shumë tap. Tani, do fillojmë direkt me 3 molla, dhe do I qirojmë me këtë gjë këtu. Tak. Telefonin pse morë me vete? Po sepse zakonisht monitorojmë edhe kur... Po pret mesazhe nga I dashuri? Jo. A ke xheloz? Po pres furnizimin e ri se kam gjetur akoma derrin e kaltër. Faleminderit. Hajde këtu me mua. Tak. Tani këtë do e majmë për brumin. Ti tani do qirosh mollat. Edhe unë do I pres. Do vesh tu. Edhe do qirosh shu. Me gjithë këtë. Zemër dita përdor, se kam përdor dhe herë tjetër. Super. Shumë mirë. Jepi gaz? Gati. Gati. Tak. Po ç'kemi, mirë? Mirë kret. Po e njëjta procedurë bëhet për shembull, quhen petulla me moll këto, po mund të bëhet petulla me dardhë për shembull. Po, edhe me dardhë, mund të bësh me çfarë të duash, po jo frutat të buta si lule shtrullë për shembull. Kjo nuk hiqet, si të bëjmë? Gjej pinin. Si pinin? 3, 4, 5, 6, apo si ku është I digitalbit, 0000. Vete gjua ku dhëmë dhëmballa, ha? Nuk e hiqet, provoj hiqet ti. Pa tjetër. Kapet molla, kapet bishti dhe rrotullohet. Rrotullohet. Rrotullohet? Rrotullohet. Po eksiton apo e bëja hiqet e? Fani se ka. Krek. Ja, doli gjysma edhe iku dhëmbi. S'ka gjë. A jemi në kuzhinën tonë? Ti vetëm qiroj ti se I rregulloj unë. I ke marrë kastile mollat të tilla atje. Kam përshtypjen. Ja, janë molla shumë të mira. Molla që I gjeni vetëm te marketet Konat, janë shumë qetësore dhe shumë me shije fantastike. Janë shumë të ëmbla. Bjeni mua tani se do I pres unë kështu. Tani, kemi qiruar mollën. Po, të 3 do të qirojmë. E kemi qiruar mollën, edhe do e presim feta, rumbullake, të holla. Bisin do e heqim. Disa tjerat, presim feta. Ore Alfio, pse thonë gjithmonë dardha e ka bishtin mrapa? Po edhe molla mrapa e ka valla. Nuk e di, çdo gjë ka bishtin mrapa, po. To shprehje shqiptare nuk e di me thënë drejtë. Se diti, po për shembull jam, meqense do bëjmë petulla, është shprehje shumë e bukur. Ma gjithë që kuptimin. Dua vetulla, s'dua petulla. Nuk e di kuptimin, që do thotë kjo? Do me thënë, ti mund të rish dhe të gatuash petullat më të mira në botë. Po? Qofse nuk kemi këpritës, ose qofse ti vrejtesh kur të vjen dikush mysafir, atëherë I bie që ti ke vrejtur vetullat edhe ti mund të më bësh petullat më të shishme në botë, po... Ti nuk do të vlerësosh. Jo, pra. Nesa do bëjmë petulla më të mira në botë, edhe nëse dikush që thotë nuk janë të mira, gënjen pafund. Ja tani kemi prek kështu, feta, me një thik, presim edhe pjesën e mesit. Është e bukur shumë ashtu. Qitlojmë një vrim. Interesante, a? Shumë interesante. Po. Si përshkon portokallia? Portokallia, besoj se e keni shijuar surprizën që kishte përgatitur për vitin e ri. Ishte surprizë shumë e bukur. Do me thënë, Trafik 2017 besoj se I kishte kapur pak a shumë gjithë trafikun e mundshëm që ndodhet në Tiranë dhe kudo. Presim sezonin e ri, cili do të vijë akoma me surpriza shumë bukura. Shumë bukur. Me personazhe të reja. Tak. Ti të njëjtin rol ke për vitin 2017 apo?
Do me thënë, jam duke menduar për gjërat të tjera, kështu që sigurisht që më duhet kaloj audicionin, që të prezantoj personazh të ri, kështu që. Super. Nuk flasim dot për gjërat që akoma nuk kanë ardhur. Që janë në plan. Kjo preshu që Ka mirë që nga. Po ti këndon ndonjëherë? Unë këndoj vetëm në dush kur lahem. Aha. Edhe jam katastrofë komplet. Të njëjtë edhe unë kam si këmbaz zadrime. Po, thonë një shprehje shumë bukur që çdo gjë duhet ta gatuash me dashuri, se edhe nëse nuk e gatu me dashuri, një vezë të ngjit në tigan, është e vërtet? Është shumë e vërtet. Nëse gatuajmë gjëra me shumë dashuri, edhe ato që e provojmë pastaj, e ndjen dashurinë që kemi vendosur me të receta. Mendoj se kënaqësia e guzhënjerit është kur boshatiset pjata, për shembull çunat këtu, për shembull, është emisioni i lezetshëm. Po. Është shumë emisioni i lezetshëm, edhe çunat janë shumë të lumtur se e provojnë gjitha recetat. Zanati mirë shumë, ha? Gatuan, ha, del në televizor. Tani kjo është zanat për çe, pastaj guzhinier profesionist ka restorantin dhe gjëja më e bukur që mund të ndodhi për një guzhinier është ta mbushësh restorantin plot. Po. Ti do thotë që është shumë i mirë. Në një nga materialet që kisha, në një nga materialet si personazhi pjeshkës, ishte fajin e kanë tjerët që nuk do pësojnë. Dhe një të këto, ishte edhe fakti që çdo emision në mëngjes hap televizorin, në mëngjes ti shikon si të gatuaj. Vetëm receta. Kupton si ti gatuan petulla tani. Si mund të vësh roje, ujkun, të ruaj delet, e kupton? Ke shumë të tërë. Nese, kjo është sfida ime. Ska gja, 2-3 kile më shumë nuk i bëjt të. Unë të bëj pyetje unë ty. Ti ke marru për regjizore dhe ke përfundu aktore. Si ka mundësi që kur marrosh për regjizor edhe përfundon aktore, dhe ato që i marrojnë për aktor, përfundojnë që bëhen regjizor? Jo, nuk ka lidhje kjo. Atëre, ne në shkollë kemi përveç lëndës së regjisë, ne kemi edhe mjeshtri aktore. Dhe sigurisht që është me të njëjtën përgjegjësi që është edhe lënda e regjisë. Por unë e kam ushtruar edhe regjinë dhe aktrimin, madje shkruaj edhe skenar. Aktualisht jap mësime aktrimi tek Sira Film, ku është producent Leonard Bombaj, dhe kam vite që jap mësime aty. Dhe një nga sukseset që mund ta quaj sukseset e mia ka qenë pikërisht Fresk Fari, ka qenë një që nisi si shfaqje dhe përfundoi si serial. Super. Dhe ndërkohë që aktrimi, le të themi, është pak më lehtëshëm se sa regjia, sepse regjia është, le të thuash, e para kërkon një lloj mbështetje financiare dhe nuk është e lehtë që të fitosh projektet, por që kjo nuk do të thotë se është e lënë më njëjtë. Kështu që skena është e bukur. Është më mirë të punosh shumë me fëmijë apo me të rritur? Me fëmijët është situata më e këndshme sepse nëse neve dikur kemi ardhur në Akademinë e Arteve dhe kishim ata ishim idealist, domethënë ishim të pastër në atë që ndëronim, në atë që dëshironim, këtë gjë e shikojmë shumë tek fëmijët, domethënë ata të shikojnë drejt syrit, besojnë tek ajo që thua, domethënë ata edhe pafajshëm. Po, patjetër, po, dhe bëjnë tërë qef, ndërkohë që kur del nga ajo shkollë, ti nga Akademia e Arteve, ti shgënjehesh vazhdimisht, domethënë, dhe sigurisht jo të gjithë ata që përfundojnë atë shkollë punojnë në profesionin e tyre. Përveç se punës, mund ta quaj veten time edhe me fat në kjo pjesë. Shumë e bukur. Ti di të gatuash apo? Di. Madje çfarë gatuash zakonisht? Tani, nuk e qenë se pjesa më e madhe e kohës jemi jashtë, kupton? Nuk gatuajmë pjatë parë, pjatë dytë. Ama, çfarë do unë gatuaj për vete shtëpia, gatuaj një gjë. Specialiteti im që gatuaj shumë mirë janë thjerrzat. Thjerrzat me perime. Edhe mua më pëlqejnë shumë thjerrzat. Janë edhe të shëndetshme, por që sidomos për vegetarianë, që duan të eliminojnë mishin komplet, thjerrzat, fasule, gjitha këto produkte. Janë fantastike për të vendosur proteine. Për shembull, më thanë mua, ha tërshër, më thanë mua se do psohesh. Çfarë është kjo? Tërshër, nga ato që janë i kuaj dikur. Çfarë tërshëri? Tërshër. Edhe haja tërshër, më vjen në stomak. U do psohem në fund? U do psova nga nerva. Nga stresi. Nga stresi. Pastaj gjithë e bëra një shpike. E bëra supë tërshërë. Më vërtet? Fantastike. Ma sugjeroj të gjithëve. Kush nuk e ha do tërshërën se bëhet si llaç këtu. Ba, super rëndë që. Taj, do bëjmë brumin e petullave. Po.
këto lëkurat nuk na duhen më. I vendosim këtu, s'ka problem. Tani, na duhet mjedh. Të ka shkruajti dashurin. Ore, nuk e kam apo pres furnizimin e ri më buri dhe jo. Hajde bëjmë një selfie. Hajde. Qas gatuajmë shune. Sa seksi. Tani na duhet mjedhi. Na duhen 2 vezë kona. Fantastike. Ti ku e bo shpesën? Te Konadi. Unë kam shpinë te Komuna Paris, që ka dhe Konada atje. Tani, Kam edhe disa të tjera, por nuk po i dhemi. nuk duhen gjotë të tjera. Te Konadi keni produkte shumë cilësore edhe recetat duhet dalin shumë më mirë me një produkt shumë cilësor. Tani, do thesh 2 vezë, do hedhë ty te tasi. Si, me manual përdorim. Ua, jam shumë emocionuar që do të thyej vezë. Uaj, Ku ti thyej? Tu. No, njërë me tjetër, pam. Po sigur ti bëjmë si që i bën mama tona. Shumë. Okej. Ja, shumë mirë. Okej, super. 2, ë? Po, 2 vezë. Ti rahim? Tani duhet rafesh me 20 gramshin e sheqerit. Hop. Nga kati 2 zemrat e edhim fap. Se jam i gjatë, nuk Po, është ku pa edhim i. në këtë zemra? E edhim këtu? Ja, këtu. Edhe aty, s'ka problem. Okej, shumë. Shiko, i hajmë gjitha këtu. Bravo. Tak, super. Tani, me i tel kuzhinet, te apo. E di si të gufon flokët kjo kështu? Me vërtet? Të përvu në herë. Më këte rëgua flokët tjere. Ja, kështu, nga në tjere shumë. Të më thënë, jo kështu, se Zakonisht unë e këtë lodhë gjë... pulsin. Zemra, Dhe më zakonisht... shumë, shprapë që. Zakonisht unë këtë gjë e bëj me pirun, po... E pirun, ja. Duhet i tel kuzhinet. Tani, gjitha marketet, sidomos te Konadi, përveç ushqimeve shumë të mira, mund të gjeni dhe pajisje kuzhine fantastike, si tel kuzhine, si render, log, pirun, çdo lloj gjëje që duhet për kuzhinën tuaj. Jepi shumë të bëhet pak me shkum. Do jetë fantastike. I zhdëpim në dru vezët. Jepi. Tani, kjo është recetë e ëmbël, po edhe sepse është recetë e ëmbël, do duhet gjithmonë pak krip. Po, e di këtë gjë. Pse i hidhe gjithmonë krip, për të neutralizuar sheqerin? Jo, kur ke diçka shumë të ëmbël, do të jetë edhe pak pjesë e kripur, që qelizat e gojes si në funksion, në kupton? Është shumë e Ti rëndësishme. që nga dhe doktorë drejt. Jam alkimist. Do ta shkumëzoj unë këta? Tani, na duhet edhe vanilja, sepse është recetë e ëmbël. Te Konadi gjeni vanilje shumë cilësore. Hera pa që shikoj një të tillë. Mjafton një. Kjo është vanilje vërtet, jo ato kimike. Edhe është shumë e rëndësishme që ta presim për gjysmë. Okej, për zgjati, shikoje Se pak. di që është kështu si pluhur ajo vanilja unë. Ke shumë gabim se ajo është kimike, kjo është naturale, edhe kjo nuk ta hidhëron recetën, edhe me thik, ja heqin farat, edhe përdorin farat e vaniljes. Vaj. Shumë mirë. Edhe tjetrës. Po love? Jo, se po më bëhe muskull. Bete, si më bë mu, shumë vite që punë e kuzhi. Shive këtu zemra. Vaj një sekund. Ta bajo? Në vlek shumë. Edhe nuk i kam rëmë fare vezës. Tani hedhim mjedhin. Hop. Gjithin për i heret. Edhe përgjith, avash, po. Fix. Brava. Si thot populli, avash, sa të bëhet që legu dash. E, po. Qarë këngë do t'i shkon të shumë petullave, më vëlla? Ku t'i gja unë? Ditë këndosh ti? Po jo mos di, po punë e madhe, si kur do jetë shkëm në Eurovisione. Kur këndoj unë jam shu skandal, këndoj të dushi. Dy skandal bashkë nuk bie në sy zemra. Mirë që gatuaj edhe komshiu bëj kështu zhurmë me gjona. Argjo, ngeci kjo vëlla. Edhe ku bëj dush, gatuaj kështu, këndoj edhe... Që të bëmi? Qa është kjo? Jebi ma fort. Do e bësh paka shumë ja kudesa taj kuke. Ja ta mbajun bjeri. Jebi. Kudesa ja bërë e bërë e vrimë. Tani shtojmë qumshtin. Tani po. Tak, gjithin. Edhe zbudet pak. Do të pas kujdes që mos bëjmë i pis. Bravo. Edhe e bërzi mirë. Maje! Maje!
është palestër, zemra, se jam penguar. Po, që do të bëni recetat e mira, Duhet asistent. do lodhet I krahet. Edhe duhet asistent. Do asistent, haj. Okej. Trazojmë të ta dele, Ne trazojmë. duhet një birë qisore, edhe birra qisore gjenet e marketet Konat. Duhet një çakmak, nëse nuk keni hap se kështu birrash, edhe hop. Edhe ty e çakmaku. Po sugjeroj me hap se birrash, Alfio. Hapu. Alfio. Fizo hap. Lëre sedrën më njanë, Alfio, lëre sedrën më njanë. Okej, prit pak marrim pirunin. Do ta hapëm me dhëmë. Jo, do hapim me pirun, jo me dhëmë. Edhe pak. Do me thënë mund të, duhet keni se Hapu! Ose ndryshe, të kunati që një dhe hapë se këshu birra shtapash. Iku! Bye, bye. Tada! I shtojmë dhe birën. Ui, vase. Një gotë birë, tjetën do e pim vetë. Tek, tek. Të pëlqe bira. Po le të themi se piku ndonjëherë kur është, po nuk janë ndihem shumë mungesë kur s'është. Sepse jemi djetë. Po. E kam da mendjen unë. Kjo është një birë artizanale italiane, është fantastike. Po, shumë mirë. Po si... Përzime avash. Po kemi ka 2 ditë mund të rrim këtu duke të Do razuar. grim dhe lëkurën e limonit brenda, ti vazhdoj përzit ta grij unë lëkurën e limonit. Hau. Vazhdo. E Alfio s'na këndove një këngë vëlla. Po nuk ditë këndoj. Po hajde ashtu si s'di, haj. Ashtu si s'di, Ka një këngë kjo Vlora me portokallë më duket. Po, hajde. Nise ti ta mbaj unë. Nuk e di fare. Mirë, po e nisë unë mbaj e ti. Vlorë me dete, vlorë me male. No. Bushë plot me portokalle, jam të Nuk e di. Është në portokalle moj, të ndala unë ty. Lulet e limonit moj, të bini ndërsi. Ua. Ngrije kokën lartë. Po falë, pse me një portokallë bien lulet e limonit? Ashtu ka dashur autori të shprej vetveten. S'ka gjë, kënga është shumë e Artistët nuk bukur. duhen gjykuar për mënyrën se si shprehen veten me artin e tyre. Fantastike. Tani, shiko se ngelet paka shumë gjysma lëkurës Do tu. ta kalojmë këtej Po, brenda. ja, me një thike, e marrim shu, op. E voilà. Edhe e vendosim brenda. A shumë rëndësishme kjo pjesë? Po shiko, Alfio, po edhe vanili edhe portokalle, kush do dominoj tani? Jo. Shiko, se limoni, kjo është limon, nuk portokall. Më fal. Neutralizon paka shumë aromën e vezës që ka brenda. Okej? Vanilja shkon shumë me birrën, edhe se janë dy gjëra shumë të kundërt, edhe ka sheqer edhe krip, gjithmonë. Pak sheqer edhe në ambelësira gjithmonë pak krip, edhe do dalin fantastike. Po, edhe tek salsa domates, besa dy unë kur bëhet i gjetet pak sheqer. Shumë bukur, sepse e heq komplet aciditetit. A kupton? Tani, jemi pak fort. Dua të tregoj që ditë gatuaj, prandaj të thash. Maje qik të tje, vëmë pak gaz tu. Trazojmë, trazojmë. Gjithmonë me një asistent. Okej. Do me thënë ti s'bën palestër, ti trazon, ë? Unë trazoj. Bravo. Do me thënë, shiko se kam barkë, kam muskuj këtu? Jo, barkën e ke nga birra, besoj. Po sigur na jepi ato gotat, mirë do bëj. Okej, pastaj, se unë ngro birrën duket. Ndërkohë, ne kemi vendosur një tenxhere me vaj. Po, të nxehtë. Me vaj altis, shumë vaj qysor. Udhiri, gjithmonë, që të vaj udhiri, thot. Alfio thot, vetëm me vaj udhiri, as e vaj tjetër. As i vaj tjetër. Vaj altis as i tjetër, jo vaj udhiri as i tjetër. Shumë mirë. Tani, e shtojmë tu në maksimum vaj, se kemi ngrohur para. Vaj tek fare. Okej. Tani, mollet i kemi gati. Brumin e petullave e kemi gati. Birrat i kemi gati. Birrat i kemi gati, gëzuar. Gëzuar, vitin bar. Vitin bar për ata banuarit. Ciao. Ç'a ke bërë për vitriti? Se do dila ndryshe unë, gjeldeti vlla. Gjeldeti. Tani do pastrojmë pak lule shtrydhet. Po. Edhe e presim kubike të vogla, që gjithën, i të përdojë stikën e madhe. Më leju ta provoj nëse... Kujdesh gishtet veqe, se kemi qujnë dretin në spital, do vinë tani edhe pak, se i ka shëru gishti.
Vazhdo. Duhet një tas i madh. Ole, kujdes gishtat. Okej. Te tasi do shtojmë pak sheqer. Gjysmën e sheqerit, sepse gjysma duhet t'ja hedhim sipër petullave në fund. Okej? Limonin që kemi grirë lëkurën. Po metodën e vjetër të gjysheve e diti të petullave? Nuk e di metodën e vjetër, me thënë drejtën. Se birës kishin ato të shkretat. S'ka gjo, tani ka dalë moda birës. Tani, për lule shtrydhet, do vendosim sheqerin dhe langun e limonit që kemi shtrydhur përpara likurën, duke patur kujdes mos bien farat dhe farat që bini në gjerri për jashta. Hajde tu. Okej. O, Alfio, ka gatuan në njerë në një për ty? Se ti gjithmonë gatuan. Po gjithmonë kanë këtë sikletin se ti din të gatuash mirë, ke qenë të MasterChef, e kuzhinier shumë i mirë, shumë i suksesshëm dhe kanë frikë që mos të kritikoj. Unë me thënë drejtën jam një person që ha çdo gjë, se kam problem asnjë gjë. Çdo gjë të më japësh përpara, unë e ha. Je gjithçka ngrënë si bie. Po, fiks. Kjo është e më e bukur që një person mund të bëj. Po, edhe unë ashtu di. Nuk thuhet kurr nuk më pëlqen pa e provuar. Kjo nuk ekziston. Edhe pak, kujdes gishtat gjithmonë aman, avash. Edhe pastaj i hedhim këtu brenda të gjitha, do i përzihem me lugë avash. Yes. Tani, vajin e kemi të ngrohtë, brumin e petullave kemi gati. Këtu ti hedh tek limoni? Këtu brenda, po. Mollat i kemi gati, shikoni sa bukur. Tak. Këtu na duhet një tavë. Hole. Do të qërojmë në lule shtrydhe? Me pak letër. Hidhe gjitha? Po duhen gjitha. Po, të gjitha. Po, se duhajmë. Se ne gjithmonë ne bëjmë recetën mirë për ne, po edhe për çuna. Po e kuptova. Çuna, gëzuar valla. Hole. Pak letër. Që te kollojmë petullat nga vaj. Këto petulla pinë shumë vaj? Gjithmonë. Zakonisht, po petullat janë sfëngjir me vaj. Sepse skuqen me vaj jo cilësor zakonisht, edhe me pak vaj. Do me thënë ka të bëj shumë cilësia e vajt. Na duhet shumë vaj altis, edhe që t'jetë goxha. Shiko sa është deri në gjysmë tenxhere këtu? Po. Ky vaj pastaj mund të përdoret sot, filtrohet, përdoret nesër, duron deri një muaj, s'ka si lloj problemi. Është fantastik. Kujdes gishtat gjithmonë. Do të si presun këto, ti të fillosh e skuqesh petullat. Si të duash, si e ndje vetën më mirë. Se ti ke frikë se mund të rri 2 ditë unë duke prerë këto. Okej, ti pret lule shtrydhet, unë po skuq mollet. Tani, e marrim mollen, edhe e vendosim brenda të brumi petullave. Hop, hop, hop. Edhe e hedhim direkt në vaj që të skuqet. Voilà. Edhe do shkuqim gjitha një nga një kështu, që dalin sa më të mira. Këto janë gati, edhe ti i marrove lule shtrydhet. Po. Ja, që thjesht ishte. Sa të bukur kanë dalë ato, kanë dalë bjonde. Fantastike dhe moda mbrenda shkrier komplet. Ka dalë bjonde. Super fantastike. Bjonde, mua me pëlqejnë bjondet, po bjondet thonë që nuk kanë tru. Duhen shumë se s'kane. Di shumë pasalita për bjonde, po të duash për të them ndonjë. Vetëm se do dish një gjë se jeme një brune këtu dhe ka një thik në dorë. Okej. Po unë dashën e brune kam. Okej. Edhe thonë që janë të vërtetë, nuk janë dhe është bërcëleta. Okej, respekt për bjondet. Tani, me sheqerin që na kanë ngelur, do e hedhim sipër petullave. Oh, pa frikë. Moda mbrenda shkri komplet, jashtë kemi petullën kerce. Oh, wow. Janë bërë gati nga regjia, po lajmërojnë gjithandej. Nga regjia, po më thojnë, petulla dhe nga regjia. Tak. Sa të bukra, sa të bukra. Këto e kemi gati. Edhe, lule shtrydhet janë gati. Petulla me moll, për 4 persona ju duhet 3 moll, 1 limon, 100 gram sheqer, 200 gram lule shtrydhe. Për petullat ju duhet 150 gram miell, pak krip, 200 ml qumësht, 20 gram sheqer, 1 vanilje, 2 vezë, 1 gotë birë.
E madhe shtypit. Fantastike. Edhe hëmë të gjithë. Fantastike, shumë shënduar. Është receta e duhur për gratë që kanë fantazi në kuzhinë dhe më gjërë. Kjo është shumë e thjeshtë, provojeni, sa është me vërtet fantastike. Kjo është receta jonë për sot. Ne shihemi çdo ditë nga hëna deri premte në krip dhe piper me receta fantastike dhe të thjeshta që gjithmonë. Edhe është gjuna të thuash sot që nuk ditë gatuash, Shumë gjuna. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim. Ciao ciao.